lëshime, shumë gabime, shumë pauza, ndodh nga njerë duket sikur kalon prej një gjysmë shekullin tjetër dhe nuk gjën thuja se asnjë shaj dhe pyet veten, ku ishim ne atëherë? Që ndodhi me ne? Për nga një grop. Për të arsye e mendoj librin si instrumentin themelor për të zhvilluar kujtesën dhe kutia e kujtimeve tona pasurohet më mirë se me çdo gjë përmes librit. Ky libër është thënë edhe prej shumë lexuesve, kritikëve, studiuesve që është dritare e bukur për të pa krejt ato që ndodh në harkun e 3 dekadave prej marsit 1989 kur shpërbëhet ai që quhenim Shteti i Përbashkët deri në marsin 2019 kur heroi i këtij romani e shet djalin e vet duke ik nga Kosova dhe në të traumat e tij fillon edhe shfleton një ditar të fshehur, një ditar të kujtimeve të tij, po edhe e kupton sa shumë ka harru. Edhe momenti kur e kupton sa shumë ka harru nga kaluara e tij, priton një tip shoku shpirtëror. Kështu që, domethënë, po e nënvizoj këtë, ne nuk kemi një instrument, njerëzimi nuk ka një instrument më të rëndësishëm për trujt kujtesën se sa libri. Dhe nobilisti i fundit e letërsisë, Laszlo Krasnikov, thotë njeriu kodin e tij të mbijetesës e ka kulturën. Thotë ka kafsh në planetin tonë që kanë mjetet tjera të mbjetesës, dikush i ka dhëm, dikush putrat, po njerëzit e kanë kulturën. Dhe kultura nuk ushet në asnjë formë mirë se përmes librit. Prandaj, kjo ishte zgjedhja ime për të folur për Faleminderit shumë. Tani, do të shikojmë ne pak përmes asaj dritarës Marin Shkredit. Çfarë sheh përmes kësaj dritare personazhi? Po, Marini e sheh krejt jetën e tij, e sheh momentin kur u shpërbet Jugosllavia dhe ai dëgjon prindrit e tij që po flasin për luftë, ai është një djalë që ka ambicie të lexojë, ka ambicie të shkollohet dhe shet që dyert e tij të shkollës mbyllen dhe fillon ai sistemi i një jete që unë shpesh e quaj jete e tinës. Ne jetuam fshehurazi, një jetë duke ikë për ditë prej terrorit, prej frikës, edhe në trajektorit e jetës Marini përjeton humbjen e dashurisë parë, sepse vajza që donte i emigron, pastaj bëhet student i letërsisë, e përjeton luftën, e përjeton pas luftën dashurën me të cilën krijon familje e cila i dhonohet nga lufta dhe përmes saj ky e rikthen në vëmendje të lexuesit krejt atë tragjedin dhe tragjizmin në për cilën kaloi heroi i këtij romani, por dhe secili njeri që ka jetuar gjatë viteve 90 dhe pas në Kosovë. Është një roman i cili e regjistron jo vetëm luftën si akt, sepse lufta ishte si thuash ajo pika e fundit ku ne vetëm e shinim se po kalonim matan, ishte drita në fund tunelit. Për mu edhe për ne si brez, periudha më e rëndë ishte periudha e dramës një dekadëshe, kur nuk ishim asgjë, kur gjithçka në jetën tonë ishte pak të varfër, kur s'kishim mundësia, s'kishim dëshirat mëdha, kur ishim të izoluar, ku shkonim në për shkolla, në për shtëpi shkolla dhe në çdo moment kishim punkte policore, kishim represion, legjitimoshim për kocina, mbaj mend sa herë ka ndodhur, isha student, bashkë kemi qenë atë periudhë, kot na dalshin policia në rrugë, na futshin durr nëpër xhepa, edhe kjo traum duhet shkruhet, duhet t'ju tregohet brezave të ri për të provu edhe për dëshmu si erdhi deri te liria. Çfarë peripecish përjetuam ne për të fituar ato që sot e kemi dhe dim